Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. 3 djemt e liderit të vrarë iranian, Ali Khamenei, morën pjesë në ceremoninë mortore dhe u lutën pranë arkivolit të tij në Teheran. Por, mungesa e Mojtaba Khameneit, i cili e ka pasuar si lider suprem, ka shkaktuar spekulimet për gjendjen e tij shëndetësore. Misteri rreth liderit të ri suprem të Iranit vijon të thellohet. Gjatë ceremonisë mortore për Ali Khamenein, i cili u vra në sulmet amerikano-izraelite në fillim të luftës, 3 nga djemtë e tij u shfaqën publikisht duke u lutur pranë arkivolit të teatrit dhe 4 anëtarëve të tjerë të familjes. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror iranian treguan Mostafan, Meisamin dhe Masud Khamenein në oborrin e madh të kompleksit fetar Imam Khomeini Grand Mosalla në Teheran, ku po zhvillohen ceremonitë zyrtare të lamtumirës. Megjithatë, ai që mungon ishte Mojtaba Khamenei, djali që ka marrë drejtimin e vendit si lider suprem pas vdekjes së teatrit. Deri më tani nuk është publikuar asnjë fotografi apo pamje e tij, ndërsa autoritetet iraniane nuk kanë dhënë shpjegime për mungesën. Sipas raportimeve, Mojtaba Khamenei besohet se mbeti i plagosur gjatë sulmit të 28 shkurtit, kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara bombarduan objektiva iraniane, duke vrarë Ali Khamenein dhe disa anëtar të familjes së tij. Ndërkohë, Republika Islamike ka organizuar një javë të tërë ceremonish mortore dhe procesionesh masive në nder të liderit të ndjerë. Programi përfshin edhe dërgimin e eshtrave të tij në qytetet të shenjta shiite në Irak, në një përpjekje për të treguar unitetin dhe mbështetjen popullore për regjimin. Mungesa e liderit të ri në ceremoninë më të rëndësishme shtetërore ka nxitur pikpyetje të shumta, ndërsa autoritetet iraniane vazhdojnë të ruajnë heshtjen për gjendjen dhe vendodhjen e tij. Mijëra iranian morën pjesë në procesionin mortor për Ali Khamenei në Teheran, ku dogjen flamujt e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Në turm u shfaqen edhe pankarta me mesazhe kërcënuese, përfshirë një me fotografinë e Donald Trump dhe mbi shkrimin "Do të ketë gjak". Tensionet mes Iranit dhe Perëndimit u reflektuan edhe gjatë ceremonive mortore për liderin suprem Ali Khamenei. Në Teheran, mira persona që morën pjesë në procesionin e lamtumirës dogjen flamujt e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe në një shfaqje të hapur zemërimi ndaj dy vendeve. Pamjet nga ceremonia tregojnë pjesëmarrësit duke prohoritur slogane anti-amerikane, duke mbajtur pankarta me mesazhe të ashpra. Mes tyre, spikasi një pankart me fotografinë e presidentit amerikan Donald Trump dhe mbi shkrimin "Do të ketë gjak". Ali Khamenei dhe disa anëtar të familjes së tij humbën jetën gjatë një sulmi ajror, kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën ofensivën ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt. Autoritetet iraniane kanë organizuar një javë të tërë ceremonish mortore në nder të liderit të ndjerë. Procesionet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa eshtrat e Khameneit do të dërgohen në qytetet të shenjta shiite në Irak përpara se të varrosin të ejnëten. Ceremonit po zhvillohen në një atmosferë të ngarkuar politikisht, ku krahas omazheve për liderin e ndjerë, nuk kanë munguar edhe mesazhet e ashpra kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre, duke reflektuar tensionet e vazhdueshme që pas shpërthimit të luftës. Mbi 100 persone janë arrestuar në Ankara gjatë një proteste kundër NATO-s, vetëm pak ditë para samitit të aleancës që do të mbahet në kryeqytetin turk. Policia ndërhyri me gaz zotësielës për të shpërndarë turmën, ndërsa protestat e tjera u zhvilluan edhe në Stamboll. Tension në Turqi vetëm pak ditë përpara samitit të NATO-s. Më shumë se 100 persona janë arrestuar në Ankara gjatë një proteste kundër aleancës së Atlantikut të Veriut, të organizuar nga Partia Komuniste e Turqisë. Sipas organizatorëve, mes të ndaluarve ndodhen edhe drejtues të partisë, ndërsa protesta u zhvillua në sheshin qendror Kizilaj, ku qindra demonstrues mbanin flamuj dhe prohorisnin slogane si NATO vrasëse, dil jashtë vendit dhe nuk ka vend për NATO-n. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë forca speciale të policisë duke ndërhyrë me gaz dotësielës për të shpërndarë turmën, pasi autoritetet kishin ndaluar çdo tubim publik në Ankara për shkak të masave të forta të sigurisë. Turqia po përgatitet të presë samitin 2 ditor të NATO-s, ku pritet të marrin pjesë liderët e 32 vendeve anëtare, si edhe përfaqësues të vendeve partnere të aleancës. Për këtë arsye, rrugë të shumta në kryeqytet janë bllokuar, ndërsa në qytet është shtuar ndjeshëm prania e policisë. Protesta kundër NATO-s u zhvilluan edhe në Stamboll. Qindra persona marshuan nga sheshi Taksim drejt zonës së Dolmabaqes, ndërsa tubimet të tjera u organizuan në lagjen Kadikoj nga grupet e majta.
Ndryshe nga Ankaraja, në Stamboll protestat u zhvilluan pa incidente, pavarësisht pranisë së madhe të forcave të rendit. Deri më tani, qeveria turke nuk ka reaguar zyrtarisht lidhur me arrestimet dhe protestat. Samiti i NATO-s pritet të nisë në martë në Ankara, në masat të jashtëzakonshme sigurie. Tifozët anglez shpërthyen në fest pas fitores dramatike 3-2 ndaj Meksikës në Kupën e Botës 2026, një ndeshje që shumë e cilësuan si më të mirën që kanë parë ndonjëherë. Tre luanët siguruan kualifikimin në çerek finale, ku do të përballen me Norvegjin. Festë e madhe për tifozët anglez pas një prej ndeshjeve më spektakolare të Kupës së Botës 2026. Anglia mposhti Meksikën me rezultatin 3-2 në një duel dramatik të fazës së 16-tave, duke siguruar kualifikimin për në çerek finale. Në Londër, mijëra tifoz dolën në rrugë dhe festuan deri në orët e para të mëngjesit. Mes këngëve dhe brohoritjeve dëgjohej sërish slogani i famshëm "Football is coming home", ndërsa shumë prej tyre e cilësuan sfidën si një nga ndeshjet më emocionuese në historinë e kombëtares angleze. Edhe tifozët që ndoqën ndeshjen në stadiumin e Mexico Cityt e përshkruan atmosferën si të jashtëzakonshme. Ata vlerësuan mikpritjen e tifozëve meksikan dhe cilësuan përballjen si ndeshjen më të bukur që kanë parë ndonjëherë në një kupë bote. Anglia siguroi fitoren fal 2 goleve të Jude Bellingham dhe një penalltie të realizuar nga kapiteni Harry Kane. Pavarësisht se e mbylli ndeshjen me 10 lojtar, skuadra angleze arriti të rezistonte ndaj presionit të madh të vendasve dhe të triumfonte në një stadium ku Meksika kishte humbur shumë rrallë ndër vite. Me këtë sukses, tre luanët hedhin një tjetër hap drejt ëndrrës për titullin botëror. Tashmë, Anglia do të përballet me Norvegjin në çerek finale, në një sfidë që pritet të zhvillohet të shtunën në Miami dhe që premton emocione të tjera të mëdha për tifozët anglez. Kombëtarja e kepit të gjelbër u prit si hero në kryeqytetin Praia pas debutimit historik në Kupën e Botës 2026. Edhe pse u eliminuan nga Argentina me rezultatin 3-2, skuadra fitoi admirimin e miliona tifozëve në mbar botën. Festë e madhe në kepin e gjelbër për rikthimin e kombëtares së futbollit pas një rrugtimi historik në Kupën e Botës 2026. Qindra, madje mijëra tifoz dolën në rrugët e kryeqytetit Praia për të pritur ekipin kombëtar, i cili u kthye në adem mes brohoritjeve dhe festimeve. Edhe pse aventuar në botëror përfundoi në raundin e 32 skuadrave, pas humbjes së ngushtë 3-2 ndaj kampionës së fuqia Argentinës, futbollistët u pritën si kampion. Paraqitjet e tyre frymëzuese i kthyen në një nga skuadrat më të dashura të turneut, duke fituar simpatinë e miliona tifozëve në mbar botën. Për një vend me rreth 500.000 banor, i përbërë nga 10 ishuj vulkanik në brigjet e Afrikës Perëndimore, ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Kepi i gjelbër nisi të marrë pjesë në eliminatoret e Kupës së Botës vetëm në fillim të këtij shekulli dhe hyri në turne i renditur në vendin e 67 të klasifikimit botëror. Suksesi konsiderohet rezultati një projekti afatgjat të drejtuar nga trajneri Bubista, i cili ndërtoi skuadrën duke afruar futbollistë me origjinë nga kepi i gjelbër që luajnë në vende të ndryshme të botës. Me disiplinë, organizim dhe shpirt gare, ekipi arriti të sfidonte kundërshtar shumë të fortë të shkruante historinë e futbollit të vendit. Megjithse ëndra botërore mori fund përballë Argentinës, pritja madhështore në Praia tregoi se për tifozët e kepit të gjelbër, kjo kombëtare është tashmë fituese. Një prift i një grupi tradicionalist katolik, i shkëshëruar pas shugurimit të 4 peshkopëve pa miratimin e Papës Leo, deklaroi se një pap i ardhshëm do të mirëpres sërish në Kishën Katolike. Ai këmbguli se grupi nuk synon të krijojë një kishë paralele për të mbetet besnik ndaj Romës dhe traditës katolike. Përçarja brenda Kishës Katolike vazhdon të shkaktojë debate. Një prift i shoqërisë së Shën Piu të 10, grupi tradicionalist katolik që u shkishërua pas shugurimit të 4 peshkopëve pa miratimin e Papës Leo, është shprehur se beson se një ditë një pap tjetër do t'i rikthejë në gjirin e kishës. Gjatë një meshe në qytetin Vil të Zvicrës, prifti Georg Koff deklaroi ashtu siç grupi u përjashtua nga kisha, një ditë do të vijë një pap që do t'u hapë sërish dyert. Ai kujtoi se diçka e ngjashme ndodhi edhe gjatë pontifikatit të Papës Benedikti i 16, i cili në vitin 2009 hoqi shkishërimin e vendosur ndaj drejtuesve të këtij grupi. Sipas tij, shoqëria e Shën Piu të 10 nuk synon të krijojë një kishë paralele apo të shkëputet nga Vatikani. Përkundrazi, ai tha se anëtarët e saj e konsiderojnë veten plotësisht katolik
dhe besnik ndaj Selisë së Shenjtë, ndërsa shugurimet u kryen sipas tij për të mbrojtur traditën dhe kujdesin shpirtëror të besimtarëve. Nga ana tjetër, Vatikani e cilësoi shugurimin e peshkopëve pa miratimin e Papës si një shkelje tepër të rëndë të së drejtës kishtare që sjell automatikisht shkishërimin. Sipas Selisë së Shenjtë, grupit i ofrua dialog përpara ndërmarrjes së këtij hapi, por ai vendosi të vepronte në kundërshtim me autoritetin e kishës. Shoqëria e Shën Piu të 10 u themelua në vitin 1970 dhe mbron liturgjinë tradicionale në latinisht, duke kundërshtuar disa nga reformat moderne të kishës katolike. Edhe pse përplasjet me Vatikanin kanë ndodhur edhe më parë, grupi vazhdon të shpresojë se në të ardhmen do të arrihet një pajtim i ri me Selinë e Shenjtë. Një zjarr i fuqishëm në veri të Greqisë ka shkatërruar 2 fabrika dhe ka djegur zona të mëdha pyjore pranë Selanikut, duke detyruar edhe evakuimin e banorëve. Autoritetet kanë arrestuar një 76 vjeçar si të dyshuar për shkaktimin e zjarrit që nisi pas shkëndijave nga automjeti i tij. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një zonë bujqësore dhe pyjore pranë Oreo Kastros në veri të Selanikut në Greqi, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e disa zonave përreth. Flakët u përhapën me shpejtësi gjatë natës, duke përfshirë sipërfaqe të mëdha pyjore dhe duke arritur deri pranë zonave industriale. Si pasojë, 2 fabrika janë shkatërruar plotësisht, mes tyre edhe një fabrikë mobiljesh, e cila sipas dëshmitarëve është kthyer në gërmadh. Një banor i zonës, Anastasios Çortokonidis, deklaroi se zjarri ka lënë pas shkatërrim të plotë, ndërsa ekipet zjarrfikse kanë punuar pa ndërprerje që nga orët e para të mëngjesit për të vënë nën kontroll situatën. Autoritetet greke kanë angazhuar mbi 150 zjarrfikës, 5 ekipe speciale pyjore, 10 automjete zjarrfikse dhe avion e helikopter që kanë kryer hedhje uji nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve. Sipas transmetuesit publik IRT, një 76 vjeçar është arrestuar në ndyshimin se ka shkaktuar zjarrin aksidentalisht, pasi automjeti i tij dyshohet se ka prodhuar shkëndija që ndezën flakët. Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet dhe përpjekjet për shuarjen e plotë të zjarrit, ndërsa rreziku mbetet ende i lartë për shkak të kushteve të favorshme për përhapjen e flakëve. Rusia ka ndërmarrë një tjetër sulm masiv me raketa dhe dron ndaj Kievit, duke vrarë të paktën 9 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në nërnoja, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci i viktimave mund të rritet. Një tjetër natë terrori ka goditur kryeqytetin Ukrainas. Rusia ka lëshuar një valë raketash dhe dronësh ndaj Kievit, duke shkaktuar të paktën 9 viktima dhe 46 të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në disa zona të qytetit gjatë orëve të parë të mëngjesit, ndërsa sistemet ukrainase të mbrojtjes ajrore u aktivizuan për të zmbrapsur sulmin. Megjithatë, një pjesë e raketave dhe dronëve arritën të godasin zona të banuara duke shkaktuar dëme të mëdha në pallate dhe ndërtesa të tjera. Pamjet nga vendngjarja tregojnë ekipe të shumta të emergjencës që kërkojnë të mbijetuar në ndërnoja. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit po punojnë pa ndërprerje për të nxjerrë banorët nga ndërtesat e shembura. Sipas kreut të administratës ushtarake të qytetit, Timur Tkachenko, numri i viktimave ka arritur në 9, ndërsa 46 persona kanë mbetur të plagosur. Ai paralajmëroi se bilanci mund të rëndohet pasi operacionet e kërkim shpëtimit janë ende në zhvillim. Ky është një nga sulmet më të rënda ndaj Kievit dhe vjen vetëm pak ditë pas bombardimit më vdekjeprurës të këtij viti mbi kryeqytetin Ukrainas. Ndërsa luftimet vazhdojnë, qytetarët e Kievit përballen edhe një herë me pasojat e një konflikti që vazhdon të marrë jetë njerëzish dhe të shkatërrojë infrastrukturën civile. Një 21 vjeçar nga Kievi ka rrëfyer momente dramatike kur mbeti e bllokuar në pallatin e goditur nga një sulm rus dhe u shpëtua nga ekipet e emergjencës. Sulmi la disa viktima dhe 10 të plagosur, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë. Sulmet ruse ndaj Kievit kanë sjell edhe një herë skena dramatike për banorët e kryeqytetit Ukrainas. Një 21 vjeçare, Oleksandra Kopitina, ka rrëfyer momentet e tmerrit pasi pallati ku jeton u godit nga një raketë, duke e lënë të bllokuar bashkë me fqinjet. E reja tregoi se shkallët e ndërtesës u shkatërruan nga shpërthimi, duke u bërë të pamundur daljen. Sipas saj, banorët u strehuan fillimisht në korridorin e përbashkët, siç kishin bërë edhe gjatë sulmeve të mëparshme, por këtë herë goditja ndodhi shumë më pranë tyre.
Ajo rrëfen se mendoi se gjithçka kishte marrë fund dhe se kishte frikë se një sulm i dytë do t'i zinte pa asnjë vend ku të fshiheshin. Pas disa orësh pritjeje, ekipet e shpëtimit arritën të depërtonin në ndërtesën e dëmtuar dhe i nxorën banorët në siguri. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë në lagjen Podilski të Kievit, ku ekipet e emergjencës po kontrollojnë rënojet në kërkim të personave të tjerë të bllokuar. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, deklaroi se numri i viktimave mund të rritet, ndërsa autoritetet konfirmojnë se sulmi ka shkaktuar disa të vdekur dhe dhjetër të plagosur në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Ky bombardim vjen vetëm pak ditë pas sulmit më vdekjeprurës në Kievit gjatë këtij viti dhe në prag të samitit të NATO-s, ku lufta në Ukrainë dhe përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit pritet të jenë ndër temat kryesore të diskutimit. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.